Përshëndetje shikues të nderuar. Edhe sot, po e tham që është sezoni spanakut, por unë po mendoj sezoni sepse është shumë i lirë, prandaj edhe sot do t'ju tregoj një recept me spanak. Kjo recept është e nanës time, është shumë recetë e vjetër dhe zakonisht nana na përgatiste për pranverë atëherë kur ishte mungesa e hekurit, kur ishin u deshke ushqimi pak ma i butë ose ma shumë vitamina se sa ai i dimrit që ishte. Prandaj, unë sot do t'ju përgatis çorbën me spanak, për të cilën ju nevojitet. Gjysmë kilogrami mish pule, çfarë do që t'kin, unë në këtë rast e kom marrë mishin e bardhë, e kom prej në kocka kështu. Zakonisht preferohet mish i bardhë mos mu la, por unë nuk mu i pa la. Nuk e di a duhet, as duhet, por unë zakonisht e laj, e lo pak mu kullu ose teri me letër borës, pastaj e prej në kuba ose kocka dhe përdori. Pastaj ju nevojitet një gotë qumsht, një ve, nëse përgatitni me mish pulës, atëherë përdorni hudhre. Nëse mishi është i viçit, atëherë përdorni merrni një qep. Dhe një lugë miell, biber të kuq, biber zi, kryp dhe fillojmë me përgatitjen. Unë ju kisha preferu që këtë çorbë ta bëni me vaj ulliri, pasi është pranverore, është të shëndetshme me spanak, prandaj ju kisha preferu ta bëni me vaj ulliri, por keni kujdes kur përgatisni kështu me vaj ulliri, nuk guxoni me lon me u djeg. Prandaj shpejt të shpejt ja veni hudhrën ose qepin cilën e keni. Dhe si të fillojnë fluskat e para dhe si të ndini aromen e hudhrës, atëherë me një herë veni mishin. Dhe mishin kështu e përgoni dikun për një 5 deri në 7 minuta. I veni pak kryp, auronit kishte qenë mirë, është kryp e trash, por në paketimin që e ka, na mundson me bzu dhe është shumë e shëndetshme. Sa e jashtoni pak super të zi. E unë pak temperaturën dhe e leni të skuqet për një 5 deri në 6 minuta. Tani mishi është skuq mjaft dhe ja shtojmë një lugë miell. Një lugë plot spec të kuqe. Jo shumë, sa zakonisht për çorba tjera, por sa për m'ia dhon pak në ngjyrë. Do të thonë jo shumë. Dhe gjithë kësaj thash ja shtojmë 1 litër ujë. Zakonisht kur shtojmë ujë në çorbë ose në tavë ose kudo që të shtojmë. Nëse shtoni ujin e nxehtë, do të thonë kjo është një këshill nga unë, atëherë gjella nuk do ta ketë shijen ose aromen e atyne përbërësave që ka. Pra, nëse dëshironi ta mbani aromen gjithmonë të përbërësave të cila e ka ajo recetë, atëherë i veni ujë të ftoftë. Pra, nëse veni ujë të nxehtë, atëherë e hupa këtë aromen dhe atë shijen që ka. Prandaj preferohet zakonisht t'i shtohet gjellës ujë i ftoftë. Dhe tash, kur fillon të vlon kjo, ja shtoni spanakun. Edhe tash, uji ka fillu me u vlu dhe tash ja shtojmë spanakun. Një çorbë pranverore, të cilët zakonisht preferohet për fëmijë shumë e mirë, sepse përmban shumë hekur. Prandaj është mirë ta përgatisni. Në fakt, nëse mundeni kështu si është, tash do të thonë zakonisht preferojnë trit ma shumë këto krem supat, edhe pse është mishi vetëm dhe që nuk është me kocka, do të thonë mishi pulës e ceviçit, thjesht mundeni tash për shembull me fut një blender dhe me bo ashtu krem supë që i ka të gjitha. Por
është edhe kjo mënyra e vjetër, unë po ju tregoj një recept shumë të vjetër nga nana ime, kështu që mund të zgjedhni, ose ta bëni krem sup, ose ta përdorni kështu si është si recetë. Dhe tash ti presim derisa të vlon kjo, dhe pasi që të vlon 5 minuta kështu, me spanak edhe me ujtë mishit, atëherë përgatisim edhe kremin ose salcën e fundit të cilët duhet mjashtu. Atëherë merrni një gotë qumsht, ja theni një ve, pak kryp, të uronit ama, ose mundeni të urës të qitë një kryp të Himalajeve, dhe thot të bojmë taman një qurtë të shëndetshme. Dhe shë ullim pak temperaturën, kjo floj, dhe e lojmë kështu të zihet në temperaturë të ullë 5 minuta. Zakonisht nëse doni për mos me ju guftë të nxjerrja ose çka do që zini, zakonisht për të me lëriz është e mirë, atëherë gjithmonë e veni lugën kështu, dhe kur mos u frigoni që do të dalë mbi të nxjerrë ajo që përgatisni. I përzim këto mirë, një ve, dhe pasi që të bëhet 5 minuta që zihen kjo, ja shtojmë, e lojmë edhe 2-3 minuta bashkarisht ose e nalim krejt dhe e lojmë ashtu në vete të zihet për një 5 minuta. Edhe tash mundemi me përgatit pak edhe kuzhinë për ta prezentuar çorbën pranverore. Normal me letrën bora, e cila gjithmonë është prandurve tona në kuzhinë. Dhe tash u bo 5 minuta që u zinë këto bashkë dhe ja shtojmë qumshtin me ve. Dhe çorba është e gatshme. E ndalim temperaturën minimum, e mbulojmë me kapak dhe e lojmë të zihet kështu në vete 5 minuta. Dhe shikues të nderuar, tashti çorba është e gatshme dhe mund ta servojmë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe derisa po presim me u zi kjo, kameramani po më pyet, po thëta kisha pas dëshirë m'ja bë vajzës time. Po, nëse nuk duan fëmijët kështu, si është me copat e spanakut, atëherë lirisht në këtë rast në fund e veni blenderin dhe ajo bëhet një supë shumë e mirë edhe për fëmijët, që zakonisht edhe preferohet për fëmijët. Prandaj, po e servojmë. Dhe ja, shikues të nderuar, një supë pranverore shumë e mirë me spanak, mund ta shërbeni për fëmijët e juaj, mund të shërbeni edhe për ju, a nëse është për tritur, atëherë lirisht mundeni mjashtu pak specë të djegës, kështu të thatë, të grimcuar, e cila e plotëson atë normën komplet. Dhe shikues të nderuar, unë me këtë qovë të vjetër të mirë të nanës time ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.